Kapiteneria e portit detar të Vlorës ka vendosur që për 3 ditë me radhë të pezulloj lundrimin detar për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit. Duke nisur prej orëve të para të mëngjesit të kësaj teje, mjetet e peshkimit dhe ato lundruese nuk do të lejohen të dalin në det, jo vetëm sot, por edhe gjatë së premtes dhe ditës së shtunë. Shkak për këtë masë është bërë era e fort bregdetare, e cila shkakton dallgë të larta si në det të hapur ashtu edhe në gji, duke bërë të pamundur lundrimin e këtyre mjeteve. Era bregdetare në qytetin e Vlorës këtë të premte pritet të arrijë deri në 15 metra për sekond në gji dhe 25 metra për sekond në det të hapur. Si pasojë e kësaj ere, në det të hapur dallgët shkojnë deri në 2.5 metra, ndërsa në gji arrin në lartësinë 1.5 metra, duke e bërë të pamundur lundrimin e mjeteve të peshkimit dhe atyre të vogla lundruese. Era do të fryjë me drejtim jug-juglindje duke shkaktuar forcën e detit në gji deri në 6 ballë dhe në det të hapur deri në 8 ballë. Ndërkohë, tragedet e linjës me Brindisin, sipas kapitenerisë së portit detar, do të vazhdojnë lundrimin e tyre normalisht, pasi kjo forcë deti nuk paraqet rrezik për ta, duke qenë se ato mund të përballojnë edhe dallgë me forcë më të madhe se 8 ballë. Administratorët e mjeteve të peshkimit dhe atyre lundruese janë lajmëruar për situatën dhe prej mëngjesit të së martës ka nisur të sigurojnë mjetet e tyre në bregdet dhe për të shmangur përplasje të cilat mund të shkaktojnë dëmtime. Situata hidrometeorologjike pritet të përmirësohet duke nisur nga data 16 mars pas orës 8 të mëngjesit, moment kur mjetet e peshkimit dhe ato lundruese do të lejohen të dalin sërish në det.